Mirëmbrëma të nderuar fansa dhe ndjekësat të mi, virtual dhe real. Kemi parë një grup filmtarësh cilët kanë kërkuar në KQZ, nuk e di se kuptoj mirë atë se çka kërkojnë, po shikoj që duan të bëhen si bërthame një grupi nismëtar. Ka një tendencë që të bëhet gabimi i vitit 1990 ku të majtët dhe sorosianët të marrin në drejtimin e një organizimi politik të një rebelimi të madh të njerëzve që ndjen të papërfaqësuar, kryesisht nga Partia Demokratike, e cila i braktisi dhe i zhgënjevi njerëzit që ishin të pakënaqur dhe pasardhësit e tyre nga familjet komuniste. Ata që dalin në shesh kryesisht janë njerëz që janë të zhgënjur nga qeverisja e Partisë Punës Blu dhe Roz, dhe nuk duhen lejuar që të dalin në krye njerëz që kanë qenë në përrojë fera, që janë paguar nga tuajt si spiuna. Unë këta i quaj ata që kanë marrë pagesa nga ndërkombëtarët, nga ambasadat, nga këto organizatat e huaja, i quaj spiunë, dhe shteti shqiptar duhet i mbyll OIFet, se të gjitha OIFet i shërbejnë të huajve dhe shesin veten e tyre për të huajt. Dhe asnjë nga ata nuk duhet të dalë dhe të jetë përfaqësues i protestuesve. Disa emra prej tyre i njoh, dhe ata që janë shkolluar me bursa nga të huajt, nga Sorosi dhe nga të tjerë, dhe ata nuk duhet të jenë pjesë e këtyre strukturave, dhe ata që kanë qenë pjesë e dy partive që janë shkaktare të kësaj situate sot të PD-s dhe të PS-s, qoftë drejtues të pushtetit lokal, qoftë në struktura drejtuese, qoftë në institucionet kryesore të shtetit të caktuar nga këto dy partitë e mëdha, këta nuk duhet të jenë përfaqësues të... Duhet t'ju shikohet mirë biografia, se nga vinë, dhe mundësisht të jenë nga shtresat e papërfaqësuara, të jenë njerëz të shkolluar, atletar dhe besnik që kanë dhënë prova për këtë gjë.